Syri cili nisi transmitimin e programit me 14 qershor të vitit 2001, u bë drejtare informimit për mira shikues. Kjo ndodhi me njerë pas shlirimit e Gjakovës dhe me transmitim programi filloi në 2 vjetorin e shlirimit, që në fillim të punës ekipet e televizionit u ndodhen në gjitha aktivitetet, duke i regjistruar ato në mënyrën më të mirë të mundshme dhe duke e përcjell tek shikuesit çdo informacion e ndodhi në komunën e Gjakovës, komunat e përafërta dhe zhvillimet e tjera në nivel të vendit. Për këto 10 vite, televizioni Syrivision arriti të krijojë një besueshmëri tek shikuesit dhe këtë fal për kushtimit të menaxhmentit të televizionit dhe pjesëtarët TV Syri është lindje jonë, e qytetërimit komunës sonë. Çdo gjë që na vjen prej mediumit të juaj është kënaqësia më e madhe. Është bë pjesë e familjeve tona. Edhe konsideroj që pa një TV Syri të juaj, në këtë 10 vjetor na kishim me të verbët dhe të shurdhët. Unë rëndë parë më lejoni t'ju uroj këtë përvjetor dhe t'ju përgëzoj për punën që keni bërë për këtë periudhë kohore. Konsideroj se aktiviteti përgjithshëm i televizionit tuaj dhe bashkëpunimi me gjithë strukturat e qytetit ka qenë në nivelin e dëshiruar, në nivelin e duar, mendoj. Në veçanti janë spikat angazhimet tuaja në gjitha aspektet e mundshme, edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në kulturë, edhe në ekonomi, edhe në gjitha lamit tjera. Konsideroj se përgjithsisht nuk ka mungu edhe guximi ashtu quajtur gazetaresk dhe mediatik për të vënë pa gjitha ato dukuri cilat e kanë përcjell dhe përcjellin këtë shoqëri cila është në tranzicion dhe cila është në lëvizje e sipër. Unë si qytetare e komunës Gjakovës e përcjelli mjaft televizionin e juaj, është mjaft i mirë, ju uroj suksese, përcjelli mjaft emisione, si ato edukative, sidomos ato për fëmijë se janë. Është një prej televizioneve më të mira, më produktive dhe nevojat e qytetit tonë, dhe nevojat e tjerëve, dyqanit, pesh, adiru ku shkon, zani dhe fotografia atire, unë besoj që i ka mbulu të gjitha. Mendoj se e përcjell me programin e TV Syrit, është shumë televizioni i mirë që më pëlqen, ka gjitha të mirat. Po, e përcjellin. Çfarë mendimi keni? Mendimi është shumë mirë, për arsye ka programe të mira muzikë, pëlqen. E vazhdojmë, shqojmë vazhdimisht, do të thotë TV Syrin, si emisionet e fëmijëve, në çdo aspekt jeni të mirë shiquar. Po, jo shumë shpesh, po. Sidomos lajmet, sidomos temat e qytetit, ato i shiqoj. Unë në rënd fare përgëzoj gjithë stafin që ja ka fillu me sakrifikica të mëdhaja, ka rreziku në është edhe mjete materiale për me mujt me hap një televizion kësaj lokal. Çdo fillim është i vështirë. Ka mungesa, ka emisione të mira, po gjithmonë si shifet për 10 vjet është ardhur të u zhvillu vazhdimisht. Edhe stafi vjen të u zhvillu. Vërtet një shtëpi televizive e cila është themeluar më njëherë pas lutës, apo siç e thonë ju 10 vite themelimit të saj. Nuk ka qenë edhe lehtë sigurisht pas lutës, sepse një shtëpi televizive sigurisht kërkon punë dhe angazhim. Dhe kam bindjen e thellë se televizioni Syri në komunën tonë ka qenë një dritare e hapur, ka qenë një dritë, ka qenë një shtëpi informative e mirë, që ka informu drejt për së drejtë qytetarët e komunës sonë, po sigurisht është besimi tek ne, sepse sa herë që kemi patur nevojë, televizioni Syri ishte aty dhe mund të them se edhe në mënyrë profesionale ka përcjell punën e kësaj drejtorie, pra drejtorisë për kulturën dhe sport. Jemi të kënaqur. Mendoj që ky televizion i shërben qytetarëve të komunës sonë dhe
për shumë aspekte, si për informacion ditor, si për zhvillim ekonomik e për shumë gjëra tjera. Ne ju përcellim vazhdimisht dhe jemi mjaft të kënaqur. Jemi mjaft të kënaqur sepse ju përcjellni më të vërtet të gjitha ngjarjet të cilat ndodhin në qytetin tonë. Na ofroni mundësinë të informohemi në çdo aspekt. Na si pensionist jemi shumë të kënaqur në televizionin e juaj, se gjithmonë jeni këtu për neve, edhe na keni ndihmuar sa keni mujt. Ne e përcjellim vazhdimisht televizionin e Syri Vision, na pëlqen shumë, marrim informacione të ndryshme për qytetin ton, përcjellim programe të ndryshme. U themeluam njerë pas luftes, atëherë dhe kur qytetarët të komunës së Gjakovës dhe komunave të përafërta kishin humbur gjithçka, madje edhe më të shtrejtit të tyre. Tash e 10 vjet ekipet tona i regjistruan të gjitha manifestimet mortore, si riadhesimin e eshtrave të dëshmorëve, përkujtimet në data të ndryshme, kthimin vit pas viti të martirëve, u ndodhem gjithnjë afër familjarëve që humben me të dashurit e tyre, ndjem së bashku me ta dhimbjen, duke u përpjek kështu që sadopak të lehtësojmë dhëmbjen e madhe të tyre dhe shërojmë plagët që u kishte shkaktuar lufta. Mes tjerash, në këtë decenje, u realizuan edhe një numër i madh i dokumentarëve televiziv për dëshmorë dhe beteja të ndryshme. Në programe televizive, në edicionet informative, i është dhënë gjithnjë hapësirë qytetarit, halleve dhe brengave të tyre, duke pasqyruar vështirësitë e jetës së tyre, duke përcjellë mesazhin tek vendimarrësit institucional për përmirësim të cilësisë së jetës. Kosova e pas luftes ishte dhe vazhdon të mbetet me një numër të madh të familjeve me asistencë sociale dhe varfëri të skajshme. Televizioni Syri Vision përgatiti kronika me shumë familje të kësaj kategorie. U bë burimi i identifikimit të kësaj shtrese për shoqatat humanitare vendore dhe të huaja, të cilat ndihmuan në mënyra nga më të ndryshmet për përmirësim të jetës së tyre. Me korektësi dhe transparencë, televizioni Syri Vision mbuloi fushatat zgjedhore që nga viti 2001 deri në vitin 2010, si zgjedhjet lokale, po ashtu edhe zgjedhjet parlamentare, duke ju dhënë hapësirë e mundësi edhe kandidatëve për kryetar komune, kandidatëve për këshilltar komunal dhe gjithë kandidatëve për parlamentar të Kosovës të gjitha subjekteve politike pa dallim. Në programet tona për këto 10 vite i kushtuam rëndësi edhe shëndetësisë, duke pasqyruar gjithë problemet, të arriturat dhe shërbimet. Sektor ky shumë i ndjeshëm, por i rëndësishëm. Udhëhes të shëndetësisë sot janë mirënjohës ndaj televizionit Syri Vision, i cili u bë faktor i rëndësishëm për shtytje të zhvillimeve në shëndetësi. Kam mjaft thënie për informimin e drejtë dhe unë mendoj që gjithçka është e drejtë dhe kur jepet hapësirë që të argumentohet, atëherë është e mirë. Kështu që edhe gjithë ato kritika ose ato sugjerime, rekomandime nganjëherë për përmirësim, qëllimi ka qenë përmirësimi i cilësisë dhe pas raste që edhe janë keq kuptuar, po besoni sinqerisht ato kanë ndikuar pozitivisht në përmirësim edhe largimit aty themi marksive nëse kanë qenë. Pavarësisht a kanë pas ndikim faktorë njëri apo faktorë tjerë, sikurse dihet sot, po televizioni e kryen rolin vendimtar. Nëse kujtohet, gjithmonë sugjerimet e mia kanë qenë që televizioni duhet të qenë i drejtë për drejtë, edhe të informon drejt qytetarët për gjithë ato që ndodhin. Po saqesh në kujdesin parësor edhe shëndetësi, e cila është një sektor shumë i rëndësishëm dhe është shumë praks. Në momentet caktuara, televizioni ka luajtur rolin mbrojtës të gjithë stafit, po edhe të shërbimeve tona që ne ofrojmë.
rëndësishëm edhe në zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, duke pasqyruar gjithnjë gjendjen e fermerëve dhe blegtorëve. Ishim të pranishëm në gjitha fushatat sezonale, si në mbjelljet pranverore, fushatën e korreshirjeve e mbjelljet Nuk ka qenë asë një ngjarje cila ka qenë me vlerë që nuk është përcjellë edhe nga vërshimet, edhe nga gjitha të mirat, po edhe ato që ndoshta ndonjëherë nuk kanë qenë të mira në aspektin e vërshimeve apo fatkeqësive elementare që televizioni Syri ka qenë pronë farmerëve, ka qenë pronë edhe drejtorisë për bujqësisë, po edhe gjitha aktivitetet. Mendoj që nuk ka në televizion Kosovë që ka mujt aq mirë me përmbyll këtë aktivitet sa televizioni Syri. Ka qenë një përcjellje shumë e mirë e ngjarjeve, gjitha aktivitetet që janë bërë. Televizioni Syri ka qenë vazhdimisht në aktivitetet edhe në mbjelljet vjeshtore, edhe pranverore, edhe në ceremonitë, edhe në darkën e lomës, po në gjitha ato punë që kanë qenë sukseset, po edhe aktivitetet e drejtorisë, edhe çoçatat farmerëve, edhe të sektorit bujqësisë ka qenë në përcjellje. Mund të themi që ka qenë një ndër televizionet që më shumë ka përcjellë aktivitetin e bujqësisë dhe të zhvillimit rural në Gjakovë. Reste avec moi, n'y pensons pas. Edhe arsimi, kultura, rinia dhe sporti ishin dëmi të rëndësishme të cilave Syri Vision ju kushtuan në tërqemjen. U pasqyruan aktivitete nga më të ndryshme të nxënësve, tribuna me tema të ndryshme, orë letrare, mitingje. Ka informu shumë drejt përse drejti për kulturën, për rinin dhe për sportin që a zhvillu gjatë këtyre 10 viteve. Me të vërtet ka qenë çdo herë kur kemi organizu këto lloj aktivitete, gjithmonë në qytetin tonë dhe është kënaqësi që përmes televizionit Syri qytetari drejt përse drejt shef aktivitetin tonë dhe me të vërtet unë shfrytëzoj rastin edhe një herë të falenderoj gjithë stafin punues të televizionit Syri dhe punën e saj për këto 10 vite. Fillimisht ju uroj për 10 vjetorin. Keni arrit që mu rrit bashkë me televizionin, jo vetëm në program, po në cilësi, edhe ju dëshiroj shumë suksese dhe matutje. Me sinceritetin më të madh them se shkolla jonë kemi gjithmonë mirë kuptim dhe bashkëpunim. Hapësina ka qenë aq e mjaftueshme sa na kemi pas nevojë dhe kërkesë. Domethënë gjithmonë kur na kemi zhvilluar një aktivitet, e jona ka qenë vetëm dërgojmë thjesht një email dhe ju keni qenë gjithmonë aty me profesionalizëm, me korrektësi edhe me gjithë hapësinën që neve nuk kanë nevojit. Kështu që edhe njerë ju falenderoj për bashkëpunim, na keni përkrah, na keni mbështet, natyrisht për nxënësit tonë ka qenë kënaqësi kur e kam pa veten në televizion, për familjarët e tyre po ashtu. Edhe ky bashkëpunim nuk ka qenë vetëm me shkollën tonë, po me gjitha shkollat tjera, domethënë jam e sigurt se gjithmonë kur ju keni marrë një njoftim për një ngjarje qoftë ajo edhe më e thjeshta, Vjetë punët e televizionit Syri Vision u vlerësuan mirë nga strukturat të ndryshme të shikuesve, duke na dhënë sugjerime, këshilla e vërejtje, të cilat ne në ecje vazhdimisht bëjmë përpjekje që t'i implementojmë. Ka programet e cilat janë shumë të qelluara, shumë popullore, shumë të afërta, edhe ka emisione politike, kulturës, emisionet e cilat i kanë ndihmu këtij populli, kanë ndihmu rrethet tonë, i kanë ndihmu çështjet politike dhe të gjithë partive të cilat e kanë
promovu partinë e vetë nëpërmes TV-syrit, megjithatë ka mundësi, nëse ka mundësi materiale e fjala, të bën edhe diçka më tepër në çështjet e kulturës. Të afrohet popullit më tepër, të bisedon me ta, çka ka nevojë Gjakova në çështjet e kulturës. Pra arsye se Gjakova dhe rrethina jon, që është edhe ajo Gjakov, ka nevojë tepër të flitet dhe të bëhet më tepër të afron popullin, fëmin, të rriturin, plakun dhe të gjithë ata të cilat e shikojnë me ëndje televizionin syri. Po, çdo emision është i mirëseardhën për gjithë qytetarët e komunës sonë. Është një televizion i cili i shërben qytetarëve tonë dhe kanë nevojë qytetarët për një televizion siç është televizioni syri. Uroj që ky televizion akoma më tepër të ketë suksese, sikur deri më tani, unë shpresoj që me pas obligime dhe qytetëria e komunës sonë, edhe materialisht me dhanë kontributin të ju, se ju jeni dritarët e shpirtit tonë. Guximi gazetaresk duhet spikat secilin për gazetarëve, veçanti në trajtimin dhe shqyrtimin e temave të cilat janë tabu dhe për cilat mendohet se nuk mund të preken. E konsideroj se tema të tilla ka mjaft. Konkretisht po përmendi për shembull pse një prej temave aktuale për që ne kemi lënë, po marrë për mbi veti atë angazhimin tonë që sfundi kemi lënë si amanet them ashtu, ka qenë shkolla, muzeu i shkollës parë shqipe. Pse nuk është trajtohet, nuk angazhohet, për shembull televizioni ta shqyrton, analizon pse nuk ka aktivitet në këtë drejtim. Po unë e mora një temë nga ana e arsimit, megjithatë ka edhe tema tjera për cilat ju uroj që të keni guximin, mendoj se keni mbështetjen e plot qytetarëve për të trajtuar këto tema të tilla. Një emision special kom dëshirë me bë ju për librin, që shumë pak lexohet, kene, në përgjithësinë Kosovës, me bo një emision special vetëm për librin që me mujt trive me ju fut, po thëmë me fut popullor që këtu, për me mujt me lexu sa ma shumë libra. Pa lexim nuk ka, është interneti, janë gjitha gjane, teknika, mirë po pa lexim është vështirë me mri diçka si në shkencë, si në çdo lami tjetër. Kemi pas një bashkëpunim shkëlqyshëm, por edhe kohët e fundit deri me sot, pra bashkëpunimi ka qenë, ka vend edhe për të përmirësuar, domethënë mundësitë më të tjeshme. Afërsisht jam i kënaqur, besoj se do të fuqizohet edhe më tutje ky televizion shumë i nevojshëm, jo për vetëm komunën e Gjakovës, po për rajonin përgjithësi, për zhvillimet, për përgjithësinë të komunës së rajonit. Shtëpia jonë mediale këto 10 vjet kishte një slogan, me ju për ju. E more mendimin e qytetarëve e zyrtarëve sa e kemi arritur që ta përmbushim këtë slogan. Me ne keni qenë gjithmonë, edhe për ne gjithashtu, dhe me thonë, po bazohen për vojën tonë, po edhe personalisht, dhe me thonë, në ditë nevojshme gjithmonë që s'paku një edicion të lajmeve të televizionit syri ta përcjelli, sepse ajo ka qenë burimi kryesor i informatave për gjithë shka që ndodhe në qytetin tonë, kështu që me të vërtet jeni pjesë e pandarë, s'paku një herë gjatë ditës në familjen tonë. Unë mendoj se një pjesë e madhe e qytetarëve kanë mendim pozitiv për këtë. Dhe se është arrit deri dikund, është arrit ndoshta jo në atë shkallën e përgjithshme, për cilën është prit nga ana e qytetarëve, po mendoj ajo mungesë e vogël e një guximi më të madh do të nxjitë, do të arrit këtë
besueshmëri të tillë, për cilën konsideroj se jeni në rrugë të mbarë? Unë mendoj se po. Sigurisht që ju do të ndryshoni shumë çka, edhe do të arrini edhe më tepër, për 10 vjeçarin unë mendoj që po. Unë mendoj që po. Besoj që edhe në të ardhmen keni me mbush dhe me përmbush sloganin e ju, pra se ju jeni numër 1, jeni as për rrafshën nga qitë. Unë përcjell edhe programe tjera të syrin e përcjellin, më thëmë gjithmonë, po me gjithat e përcjellin me andje, pra se për me ditë problemet e qytetit tonë, atërë na dim në përmes të syrit. Dhe aty në shofim shka kemi na probleme, shka kemi nevoj me kry, me i afru të syrit, edhe disa gjana tjera të cilat TV-syrit duhet i përmbush. Po, me gjithë atë i keni i përmbush ato shka i duhet i përket, është një televizion. Ndjemi mirë si televizion, por se edhe na shton përgjegjësinë që të jemi edhe më të përkushtuar që në vazhdimsitë e punës të ngrisim edhe më përkushtimin në qasje dhe trajtim profesional të gjitha temave që i shtrojmë para vetes, për të informuar me korrektësi. Të uroj sukses edhe punë të mbarë televizionit Syri, ka shi shumë obligime dhe detyrime që e randojnë punën tuaj, uroj që të vazhdoni edhe më të tjerë. Ju lutem, ju përgëzoj dhe uroj edhe njerë dhe punë të mbarë edhe juve. Inshallah keni sukses edhe më të mëdha, besoj në vazhdimsinë e juaj dhe në të arriturat e juaja të më të tjeshme. Uroj që kjo mos të metë ditëlindja e fundit, po ju të keni shumë ditëlindje tjera. Ashtu si Republika jonë që pret në të ardhmen një ditët shumë të mira, shumë të fryqme dhe hap pas hapi bashkë me ju të ecim krenar e këtë liri. Ju përshëndes të gjithëve me dhe djetorin e juj, inshallah dhe Zotit që edhe tjertë vitet edhe 10 edhe 20 edhe sa ka me qenë aj, të bën emisione edhe më të qëllura dhe më të mira. Unë besoj që ju e keni dhënë provimin në krejt regionin shka përfshin të Syri. Unë ju përgëzoj, ju falenderoj, vazhdoni që e keni vazhdu, edhe si punoni vazhdimisht kësisoj, një staf, thumë një drejtorit, menagerit, me mujtë mi këfalimiku, një staf më shumë, me përmdjedh një grupë të rishë, sikur që janë të ponu, për dhe disa tjerë, se e di që një staf i vogël. Televizionit tjesë ka duhet, qëfar stafi, qëfar mjetësh, e di që mundoni ju gjithë ditën e përkom, këtë ju shok të hec, të leviz, të mundu, të asit, i qik thuj shtafit pak, mos kurse një shumë, i qik pak maj shumë financionin televizionin juj, ndashtë me pas klientë. Suksese dhe punë të mbarë dhe dëshiroj që televizioni juj edhe ju tini edhe ma aktiv në jetën e përditshme bashkë me qytetarët e komunës sonë. E përshëndeti televizionin Syni, shumë se jeni të vetmit ju si na keni përcjell çdo aktivitet, faleminderit shumë. Ju keni meritën e madhe dhe ju me atë juin se kur nuk keni ngurru për më ardhme na investu. Çdo lojë apo çdo mbledhje apo çdo aktivitet që e kem pas për krahin edhe prej TV Syrit. Dëshiroj që TV Syri ta përcjell po ashtu prapë këtë aktivitet dhe ju dëshiroj suksese në punën e juaj të më të tjeshme në vitet e ardhshme. Ju kisha përgëzu 10 vjetorin e juaj dhe shumë suksese në të ardhmen. Po, mendoj se mjaft e keni përmbush, ju uroj suksese. Punë të mbarë dhe shpresoj që ju vetëm keni morrit. Përgëzoj.
Të gjithë na uruan për 10 vite pune e ne i urojmë gjithë qytetarët për shtëpinë e tyre mediale. 10 vjet të televizioni Syrivision janë edhe 10 vjet të një bashkëpunimi të shkëlqyer me qytetarët. Ky televizion do të jetë një dritare për të ardhmen e gjeneratave të reja, andaj me plot të drejtë na uruan edhe me të veçlit.